Kjo është mas keqe më ishëm për ne. Çfarë do të thotë si zbërthehet kështu në terme konkrete, zotë Haradinaj? Po, ju lutem, spari udhëheqja e presidentit Trump është një udhëheqje shumë serioze, është shumë e vendosshme, është shumë e preme, merr vendime. Vendimet i ka të pakthyeshme mbrapa. Mungesa e një komunikimit nivelit nalt me presidentin Trump nga Kosova ka çmim. Nëse djali presidentit Amerikës kalon 2 herë radha që nga një ditë në Beograd dhe përgatit vizitën e Vučićit në Washington dhe Vučići shkon para Kosovës të presidenti edhe shkon që një njeri bashkëpunues, me siguri që në ato çështje që ati interesojnë mund të jetë një çështje lidhur me Kosovën. Kjo është rrezik për Kosovën. Një çështje është rrezik. Madje në podcastin e tij të djalit të Trumpit u pa një fotografi shqetësuese, në fakt nëse i referohemi së fondit të tij, nuk e di nëse e keni parë, besoj e keni parë aty, tani nuk e di